Në lidhje me kufizimet e kompetencës së GJK-s në masat e sigurimit që prekin mandatin e ministrit, deputetit apo funksionarëve të lartë kushtetues të tjerë, duhet përmendim në një aspekt substancial që ka të bëjë me statusin antarit të Këshillit Ministrave, ku përfshihen kryeministri, ministri dhe zëvendës kryeministri. Këta nuk janë organe administrative të zakonshme, por organe kushtetuese. Emrimi dhe shkarkimi i këtyre organeve, duke qenë i rregulluar nga dispozitat kushtetuese, përbën çështje të së drejtës kushtetuese, jo të drejtës administrative. Përpasoj, ky mandat nuk mund të pengohet nga asnjë akt i njëanshëm një pushteti tjetër, por vetëm në raste dhe mënyrën e përcaktuar nga vetë kushtetuta. Përndryshe, prishet balanca ndërmjet pushteteve. Mjafton përmendjen vetëm faktin që nuk ka asnjë parashikim pezullimi për ministrin në kushtetut për të treguar se pezullimi i ministrit nuk mund të kryhet. Nëse kushtetutbërësi do të synonte të kundërtën, do ta kishte shprehur atë drejt për drejt sikurse ka bërë edhe për funksionarë të tjerë, si për shembull për antarin e gjykatës kushtetuese, gjyqtarët, antarin e KLG-s, inspektorin e lartë të drejtësisë, prokurorin e përgjithshëm, prokurorët dhe antarët e KLP-s. Madje edhe për këta funksionar, kur shkaku i pezullimit lidhet me procedimin penal, sërish kushtetuta nuk ja ka dhënë gjykatës jurisdiksionit zakonshëm kompetencën për të vendosur pezullimin, por organi që emëron në detyrë funksionarin ose organit në cilin ai është antar.